Një viktim dhe një i plagosur ishte bilanci që la pas një aksidenti shënuar gjatë natës në aksin rrugor Korç-Pogradec pranë fshatit Floçis të Maliqit. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Benz që drejtohej nga një i ri, i cili udhëtonte vetëm, ka dalë nga një rrugë rurale në aksin kryesor dhe është goditur nga pas nga një automjet tip Audi. Si pasojë e përplasjes së fortë, automjeti Benz ka përfunduar në kanalin ansor të rrugës, i shkatruar thuajse plotësisht siç tregojnë këto pamje. Drejtuesi, një 26 vjeçar nga Korça, humbi jetën menjëherë në vendngjarje. Për shkak të përplasjes, shoferi i mjetit tjetër dhe një person tjetër që udhëtonte bashkë me të, mbetën të plagosur rënd dhe u dërguan për ndihmë mjekësore në spitalin rajonal. Policia e Korçës në një njoftim paraprak disa orë pas ngjarjes konfirmoi se të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Ekspertët e policisë rrugore kryen veprime hetimore për të zbardhur dinamikën dhe përgjegjësitë e dy shoferëve që u përfshin në përplasjen që rezultoi fatale për njërin prej tyre. Raporti i fundit i Instat tregoi se në 6 muajt e parë të këtij viti janë regjistruar 679 aksidente rrugore, që lanë pas 125 persona të plagosur ose viktima. Të dhënat tregojnë se 93.9% e aksidenteve të regjistruara në qershor ndodhen si pasojë e sjelljes së drejtuesve të mjeteve.